ja sepse Partia Demokratike kërkoi me insistimin më të madh shkrirjen dhe përfundimin ditën e ejtët parlamentit të shkurt parlamentit shqiptar. Sikundër, denoncuam para shqiptarëve dhe mbar botës aktin e papërgjegjshëm të Edi Ramës të tërheqjes së një anshme nga reforma territoriale. Të dashur miq, në krye të radhës kam deklaruar se me Edi Ramën reformë nuk ka. Por nga ana tjetër, jo një apo dy, po dhjetra, qindra dhe më shumë qytetarë nga të katër anë të vendit kanë kërkuar që Partia Demokratike të marrë pjesë në komisionin e reformës territoriale për të mbrojtur interesat e tyre në këtë komision. Dhe ne këtë bëm. Zoti Luciano Boçi në krye të këtij komisioni nga ana jonë dhe deputetët tanë bën një punë jashtëzakonisht serioze. Përgatitën me seriozitetin më të madh së bashku me ekspertët e fushës projektin më të mirë të reformës ardhshme territoriale, ku bashkit nga 60, jo që nuk zvogloheshin, por dyfishoheshin, në të cilin përveç bashkive shtoheshin dhjetra komuna sipas territorëve ku ato është e mundur të ngrihen dhe ndryshimet e thella demografike lejojnë ngritjen e tyre, demaskuan një zëri reformën e shkurt e Edi Ramës. Edi Rama vendosi të mbyll punimet e komisionit, të tërhiqet dhe votojnë në mënyrë të një anshme raportin dhe të kunaligjshme raportin e Marznikut, i cili s'ishte paraqitur në komision. Pra, ai bën gjithçka për një konfrontim dhe unë ftoj qytetarët që këtë reformë kaq të rëndësishme për ata, për komunitetet e tyre, për zonën e tyre, të mos e lanë në duart e Edi Ramës, por të bashkohen me kryengritjen e përgjithshme popullore në Tiranë, gjerë në largimin e tij.